Çështja nuk është a është apo s'është kryetari i Bashkisë Gjirokastës Masmunde. Çështja është mënyrën se si ne trajtuam, se si u uzi. Kjo është problemi i asaj që është çik nonsens po ta thuash. Ne kështu po them duam të bëjmë thirrje për të gjithë, është gjithë popullata e botës kështu, dhe pastaj të kontrollojmë nëse na u përgjigjen ata mirë apo jo, janë apo s'janë dhe çfarë ka ndodhur. Kjo s'ka kuptim. Domethënë çështja është ke kultura e perversitetit që kemi. Kjo është. Dhe e vërteta është kjo që e vërteta e humb dinjitetin kur shpallet nga njerëz pa dinjitet. Dhe kjo ngre pikpyetje të mëdha për ne si shoqëri, se në fundit e tha drejt Abilega, nuk janë mediat e mëdha të përfshirë me këtë histori. Serioze, më dhe portalet që kanë treguar një lloj serioziteti dhe kjo është gjë shumë e mirë, me gjithë defektat që ka media, Jo, normal. Por do qëndroj moralit, Schopenhauer i thotë kështu, zoti Rakipi, të bësh moral është më lehtë se sa të jesh i sinqert. Ne shqiptarët, ndoshta gaboj, po dhe unë shqiptar jam, kemi shumë dëshirë të bëjmë moral dhe të jemi pak të sinqert. Jemi pak të sinqert. Ndërsa për sa i përket pozicionit politikës, sepse ka dhe i provovi politike kjo punë, nuk duhet ta mohojmë. Biles kjo është pjesa që unë shikoj si problematikë në këtë pjesë. Nuk është ai individi se kanë nxjerrë kot atë pjesë. Mund të jetë luftë e brendshme midis kryetarit bashkisë rival, po mund të jetë edhe goditje nga krau tjetër i PD-s, sepse është Mes rivalëve brenda llojit ka lindur se po jo, po se e kanë nxjerrë janë aktivistë i PD-s, sepse është komplet zonë e majtë ajo pjesë. Të gjitha mundësitë janë të brenda. Me një fjalë të Kantit do ta mbyll zoti Rakipi. Kur e kthen veten në krimb, nuk du ta ankohesh se po të shkeli me këmbë. Në këtë rast dinjiteti i jon ose asaj pjese cila ra viktim që e fryu, jemi kthyer në krimba publik. Dhe kjo është kultura perverse që po na mundon dhe na tregon njerëz krejtësisht pa kulturuar. Duhet ta pranojmë. Avokat, unë apa ta shpjegova për arsyet që thamë, që përmendëm. Ju si do vijoni pastaj? E theti pak a shumë, keni njoftuar. Ne do vijojmë duke sqaruar më tepër opinionin publik për të çdo lloj detaji. Sa për seriozitetin që unë kam trajtuar rastin, po ja bëj me dije zoti Tela që rasti është trajtuar me korrektesën më të madhe nga ana ime. Kam bërë një punë rreth 4000 faqe që janë depozituar ditën e sotme pranë policisë dhe për mënyrën se si unë po qeshja nuk po qeshja me fatkeqësinë e qytetarëve, por me mënyrën se si zoti Rakipi po e prezantonte, pra me batutat që ai kishte. Që ta sqarojmë të pjesë. Tela ishte brenda kësaj suaze që ne folëm, e kupton, pavarësisht se beri unë kam trajtuar që kjo është një prapje paniku, pra e kam trajtuar që momentet e para ju ka thirrur klienti, kjo është që i kemi dhënë rëndësi opinionit publik. Avokat, ju ka thirrur klienti për mbrojtur interesat e veta. Ne si shoqëri duhet ta bëjmë, ne si media për shembull, unë bëj një emision, kisha obligimin të hapja këtë bisedë. Mbi të gjitha e di pse hapa unë, avokat, sepse gjëra të tilla shpesh përgjithsisht në vendin ku ne jetojmë nuk i quajnë asgjë dhe nuk e kanë për turp dhe për gjë të përgojojnë njëri tjetrin. Kur vinte vetja pastaj e shohin që mund ta mendojnë që ishte një gabim i madh ajo që kanë bërë, por kjo s'ka më rëndësi. Ne jemi shoqëri që kemi për të korrigjuar shumë gjëra. Sigurisht. Tani nuk është detyra juaj është mbroj klientin. Tjetra është unë thjesht të thira për të na e shpjeguar si raste të gjitha. Kemi detyrë dhe si qytetar që duhet unë të falenderoj. Të shërbim me shoqërisë. Avokat, fjalën panik mund ta përdorësh, po për një vend qytetnum që ka një shkrimtar çfarë është Kadareja, me thonë që sida hap një smundje ose një fjali se dikush të shti smut nga sida dhe hap panik, është tur për neve, me të thonë drejtën. Nuk bëhet fjalë për një individ. Unë e di që ke drejt. Bëhet fjalë për një epidemi në një institucion. Kjo është ajo paniku. Dhe që është hapur pastaj në qytet. Avokatun falenderoj shumë. Po flet për një bordel, nuk po flet për një kur ne trajtojmë të gjithë. Kur thush që është hap në bashki, ti po flet për një bordel, nuk po flet për një institucion. Po flasin ata që kanë publikuar këtë gjë, pra kjo është ajo që po flasin për një zyrtar të zgjedhur, apo? Zyrtari i zgjedhur
ka pasur një problem shëndetësor. Dhe zyrtari zgjedhur, kur ka një problem shëndetësor, të cilët e kanë keq kuptuar, bëjmë pyetje unë ty, nga ne 5 veta këtu, kemi patur në një problem shëndetësor, sigurisht. Problemi shëndetësor, kur të fryen kyçet, kur ke temperaturë dhe kur je i dobët, problemi shëndetësor ngjan me një sëmundje autoimune që është e ngjashme me sitën. Unë jam me një sëmundje autoimune. Një minutë. Ai nuk është. Pse shqetësohet? Ja, unë jam me një sëmundje autoimune, me artrit. Po. Kjo është sëmundje autoimune. Artrit, Artrit, reumatizëm. Ne shqiptarët artriteve ju themi reumatizm. Edi Rama bëri operacion për... Tani ti ta marrësh artritin tim dhe ta kthesh në... Kryeministri bëri operacion për hernia diskale. Të nesërmen, nxori që ishte në spital, kishe bërë operacion për një zgjedhur, do të tregoj këtë gjë. Dhe bëri shumë mirë. S'ka asgjë të keqe. Po e spjegoj, vuri avokatin pra e spjegoj avokati. Se duhet lëre ku i vogë, se duhet lëre... Në qoftë, shiko, unë e thira këtë temë... Dhe duhet sqaruar që në fillim ma dje. Shiko, okej, po ja... Avokat, ja një sekund, këshilloje klientin tënd që të bëjnë një sqarim të tirë publik. Unë e thira këtë pjesë, një minut, të sqarojmë shikusin. Unë e thira këtë pjesë për të thënë... Jo. Unë nuk e thira këtë pjesë për të fokusuar tani se ne jemi mësuar të fokusuar. Po pra mënyra se u trajtua fenomeni. Po pra mënyra se u trajtua, jo mënyra se si duhet të operoj tani, ai le të bëj çfarë dojo. Është kultura. Ja lidhje ka tani. Ai mësojmë kryetarin e bashkisë ne. Ai bëj çfarë do bëj. Ai por vetë se kryetar bashkie, ai vetë është edhe mjekë. Në ndryshim nga gjithë kryetarët e tjerë. Bravo, Tela e zgjidhe. Ta tha mirë avokati, bëra unë gabim që ndryra. Ta tha mirë avokati se fillove të ndrysh pak më përpara për ta çuar problemin në vend tjetër nga e hapa unë. Unë hapa një problem shumë thjesht, Tela, që ti bën sikur se kupton tani. Problemi është aq i thjesht sa e merr vesh edhe një kalama po ta nxjesh aty përpara. Dikush, një i marrë, ose jo i marrë, po i poshtër, ka hapur fjalë për këtë gjë dhe tani janë bërë 100... Ai ka publikuar një fjalë. Të lutem ta mbaroj. 150 të infektuar. Deri tani. Kjo është merri, pra. Për 5 ditë janë shpallur 150 të infektuar. Dhe për këtë të thira e hapa unë të flasim. Dhe jo si duhet përgjigjet. Thire nesër në një kafe kryetarin e bashkisë, o të lutem zotëri, thire nesër në një kafe dhe jepi këshilla bashkë me avokatin, avokat mere Tela nesër, thrisni kryetarin, mësojni, që të sillet pak më mirë. Unë e kisha për tjetër. Ne jemi gazetar, ne flasim si gazetar. Falenderoj shumë. Nësë mund dalim si moralist sa gabim bën ata, ne jemi gazetar. Jo, s'ka gabim. Ne flasim. A ka një bazë tu nga shkritur kjo? Po çfarë bazë? Ai njeriu që ka bërë atë. Po ku është baza? Po i gjeti informacionin. E gjeti si thashë them në Bema do ta marrim vesh ku gjeti. Në për Tepelen. Do ta marrim me kanë arrestuar. Kush e bërapi? Tha vetë avokati, e bërapën patronazhistët. Po çfarë baze kërkon? Çfarë baze kërkon? Kur një njeri shef patronazhistët vet, që thonë që kryetari është smur me sit.